Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Debat në parlament për protestën në mbështetje të UÇK-s. Balla akuzon Berishën se punon për Kosovën. Kreu Demokrati quan Ramën argat Aleksandar Vučić. Vetëvendosja i kërkon Edi Ramës të pendohet për lobimin në favor të gjykatës speciale. Reagon kryeministri, jam mbështetës i Hashim Thaçit. Këshilli i Ministrave i dorëzon gjykatës kushtetuese relacionin për shkarkimin e Veliaj. Qeveria këmbëngul se vendimi është akt individual administrativ. Dorëzohet në polici vrasësi i shtetasit italian Edoardo Starki. Kamber Sulça e qelloi biznesmenin pas një konflikti banal për dritat e gjata të makinës. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Protesta në mbështetje të UÇK-s shkaktoi debate në parlament. Socialistët akuzuan Sali Berishën se gjithmonë ka punuar kundër interesave të Kosovës dhe këtë e tregoi edhe me vendimin për të bojkotuar pjesëmarrjen në tubim, ndërsa Kreu Demokrat tha se në të vërtetë është Rama i që sillet si shërbëtor i Vučić. Majoranca dhe opozita nuk arritën gjuhën e kompromisit as për rezolutën për të dënuar genocidin serb në Kosovë, as për protestën e së premtes në mbështetje të UÇK-s. 37 vota pro, 0 abstenim, 70 vota kundër me elektronik dhe 2 vota kundër me karton, 72 vota kundër. Kërkesa nuk miratohet. Kërkesa e opozitës për mocion me debate, miratimin e një rezolute për të dënuar genocidin serb, urzuan nga shumica socialiste. Gjatë diskutimeve në kuvend, në emër të opozitës, kryetari PD Sali Berisha argumentoi se Tirana zyrtare nuk mund të mos e dënojë genocidin e forcave serbe mbi shqiptarët e Kosovës. Por në emër të majorancës, kryetari i grupit parlamentar socialist Savlant Balla solli në vëmendje se prej vitit 91, Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar 9 rezoluta dhe 11 deklarata për Kosovën. Forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Po të dënosh genocidin është një detyrim absolut i njeriu të qytetruar. Të vazhdojnë të binden urdhrave të një personi i cili çështjen me Kosovën e ka personale, për shkak edhe të krushqisë që ka me Serbin, propozoj që kjo kërkesë të votohet në fund pasi të njihen me 9 rezolutat dhe 11 deklaratat e 35 vite me radhë. Shpëtoni veten nga ai dhe shpëtoni shpirtrin për hir të Shqipërisë dhe të dashurisë. Pjesë e debatit në parlament u bëhet dhe protesta që do të zhvillohet pas ditën e së premtes në Tiranë në mbështetje të UÇK-s. Partia Socialiste ka lajmëruar që do të jetë pjesë e tubimit, Partia Demokratike deklaroi që nuk do të shkojë, e i vetmi nga opozita që lajmëroi se do të jetë pjesë e protestës ishte kryerepublikani Fatmir Mediu. Edhe mitingu që bëhet në nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe të vinë kishin planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. Nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Absolutisht nuk të pyes ty Savlant Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. Të premten orën 17 është lajmëruar një protestë në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s ku janë ftuar shqiptarët edhe nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Një ditë para protestës mbarkombëtare në mbështetje të ish-komandantëve të UÇK-s, lëvizja Vetëvendosja akuzoi kryeministrin Rama duke i quajtur një ndër lobuesit kryesor për ngritjen e gjykatës speciale. Madje Partia Albin Kurtit kërkon që Rama të pendohet për mbështetjen që i dha gjykatës vite më parë. Lëvizja Vetëvendosje ka sulmuar kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se përpara se të marrë pjesë në protestën në mbështetje të UÇK-s, duhet të tregojë pendes për qëndrimin pro gjykatës speciale në të kaluarën. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim të gjykatës speciale ndjeshin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikan duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën.
Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Mëtej, vetëvendosja theksoi se institucionet e Shqipërisë kanë mundësi ta ngrenë zërin për këtë çështje në forume ndërkombëtare. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë, si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s, i NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësi dhe mundësi që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë. Ky reagim vjen në prag të protestës mbarkombëtare të organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Rama i është përgjigjur akuzave të vetëvendosjes duke i kujtuar se ai është një ndër mbrojtuesit më të mëdhenj të Hashim Thaçit. Rama vëren se ka denoncuar kudo e kurdo farsën ndaj ish-presidentit të Kosovës, ndërsa gjykata speciale sipas tij u ngrit për trafikun e pretenduar të organeve dhe jo për të goditur komandantët e UÇK-s. Deklarata e lëvizjes vetëvendosjes se kryeministri Edi Rama duhet të tregojë pengesë lidhur me qëndrimet e kaluara për gjykatën speciale, sollën reagimin e krejut të qeverisë shqiptare. Vetëm një ditë para protestës në Tiranë, ku kërkohet drejtësi për ish-krerëre të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Rama sqaroi në rrjetin social X se qëndrimet e tij para 10 vitesh për ngritjen e gjykatës speciale erdhën për interes të Kosovës. Më vjen keq që lëvizja ngatëron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizje se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Shefi ekzekutivit bëri të qartë se ka qenë dhe mbetet një ndër lobuesit më të fortë për lirimin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Ndërkohë, unë kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve kurdo e kudo ka qenë rasti a nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim. Ai theksoi se protestës të së premtes do t'i bashkohej si qytetar i thjeshtë, por pjesëmarrja e tij do të politizonte kauzën. Unë as nuk jam organizatore, as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare, drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër, do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjeshtë, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Të premte në orën 17, qytetarët do të mblidhen në sheshin Skënderbej, në Tiranë për të kërkuar drejtësi për ish liderët e UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën e Hagës në akuzat për krime lufte. Rruga e Kombit të premten do t'jetë pa pagesë. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se tarifa nuk do të aplikohet të premten, kur mbështetës të UÇK-s pritet të vinë në Tiranë për t'ju bashkuar protestës që do të organizohet këtu. Liria ka emër drejtësi për çlirimtarët, bashkohemi në Tiranë për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën e luftës çlirimtare të Kosovës, shkruan Belinda Balluku. Pas të premtes, tarifa prej 5 eurosh do të vijojë të paguhet si zakonisht. Seanca parlamentare e kësaj të enjteje u shoqërua me tensione, të cilat kulmuan me përjashtimin e Gazmendbardhit, ndërkohë ngritja e komisioneve për reformën zgjedhore dhe atë territoriale u shty për t'i lënë më shumë kohë arritjes së konsensusit. Dil jashtë, neni 77 pro kundër abstenimi ratohet. Dil jashtë, neni 77. Parlamenti edhe njëherë u mbyll pa i diskutuar të gjitha çështjet e parashikuara në rendin e ditës. Shkak për mbylljen e seancës u bë një përplasje mes kryetarit të grupit parlamentar demokrat Gazmendbardhi e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Në fund të raportimit të komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, Gazmendbardhi kërkoi që deputetët t'i lexojnë vetë pyetjet në sallën e Kuvendit, siç ka ndodhur edhe në raste të tjera. Ndërkohë që kryeparlamentari Peleshi deklaroi se pyetjet janë me shkrim e nuk ka nevojë që ato të lexohen në seancë. Si the? Atëre zoti Bardhi, ndje zoti Balla, po marr masën e 4 për ju. Përjashtoheni nga seanca. Largohuni, lini sallën. Situata u tensionua e kryeparlamentari Peleshi përjashtoi kryetarin e grupit parlamentar demokrat Gazmendbardhi nga Kuvendi. Meqense deputeti Bardhi nuk u largua nga salla e Kuvendit, grupi parlamentar socialist kaloi direkt në votim. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, propozoj ndërprerjen e diskutimeve dhe
kalimin në votim me njerë. Me 73 vota pro, majoranca miratoi rezolutat për disa institucionet pavarura e ligjin për menaxhimin e mbetjeve, ndërsa 2 projekt vendimet për ngritjen e Komisionit Reformës Zgjedhore dhe atë të reformës territoriale për shkak të tensionit në kuvend u shtyn për seancën e ardhshme, edhe pse vetë Partia Socialiste deklaroi se do të pranojë të gjitha kërkesat e opozitës. Në fund të seancës plenare, jashtë ambienteve të kuvendit, kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi socialistët për skenar të parapërgatitur për mbylljen e parlamentit. Skenari i përjashtimit opozitës nga seanca ishte ndërtuar shumë kohë përpara se Niko Kloni të dilte për ta shpallë në seancën plenare. Gabimisht Taulan Balla, në vend që të shkruante tek grupi parlamentar i PS-s në WhatsApp, ngatharron grup dhe shkruan te grupi i konferencës së kryetarëve në kuvend dhe urdhëron gjithë drejtuesit e komisioneve të veta që të kujdesen për të sjellë menjëherë në sallë deputetët e Partisë Socialiste. Prej fillimit të kësaj legjislature, të gjitha seancat plenare janë ndërprerë për shkak të përplasjeve mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Majoranca ka votuar pa përfunduar diskutimet për të gjitha pikat e rendit të ditës. Dil jashtë. Pas presidentit, edhe qeveria i ka dërguar relacionin gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen Veliaj. Këshilli i Ministrave ka mëngul se shkarkimi i Kryebashkiakut të Tiranës duhet të shqyrtohet nga gjykata administrative dhe jo nga ajo kushtetuese. Në relacion theksohet se mungesa e gjatë e Erion Veliajt në detyrë po i shkaktonte dëme të mëdha Tiranës. Këshilli i Ministrave ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese relacionin zyrtar që mbështet vendimin për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Në dokumentet që disponon Vision Plus, qeveria mbron qëndrimin se vendimi i marrë është një akt individual administrativ dhe për këtë arsye duhet të shqyrtohet nga gjykata administrative, jo nga ajo kushtetuese. Sipas pretendimeve të Këshillit të Ministrave, Veliaj është shkarkuar në përputhje me ligjin për vetë qeverisjen vendore pasi ka munguar në detyrë për më shumë se 3 muaj dhe për këtë arsye nuk ka pasur të drejtë t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për ta kundërshtuar vendimin. Këshilli i Bashkiak i Tiranës ka konstatuar se mos paraqitja në detyrë për një periudhë më të gjatë se 3 muaj përbën shkak ligjor për të propozuar shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Fakti juridik i pamundësisë së paraqitjes në detyrë është fakt publik dhe vërtetësia e tij nuk mund të vihet në dyshim. Po kështu, nuk mund të vihet në dyshim shqetësimi e këshilltarëve bashkiak për dëmin e rënd që i shkakton nevojave të qeverisjes së kryeqytetit dhe interesit të qytetarëve të Tiranës, mungesa e zgjatur në detyrë e kryetarit të bashkisë. Në relacion thuhet se Veliaj nuk është shkarkuar për shkeljet e rënda në detyrë, sepse në atë rast ai do të kishte pasur të drejtën ligjore për të kërkuar pezullimin e vendimit në kushtetuese. Jo rastësisht kushtetuta e cila nuk lejon vënje në lëvizje të gjykatës kushtetuese për akte me karakter individual në rastin e shkarkimit të kryetarit të bashkisë, që është gjithashtu akt me karakter individual, ka përcaktuar shprehimisht jo vetëm të drejtën për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, por ka përcaktuar edhe pezullimin automatik të aktit në rastin kur bëhet ankimim. Në 31 tetor, gjykata kushtetuese do të shprehet me vendim lidhur me kërkesën e Erion Veliajt për anulimin e vendimit të shkarkimit. Ndërkohë, kushtetuesja pezulloi dekretin e presidentit Begaj për datën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Gjykata kushtetuese vendosi që mandati antares së kësaj gjykate, Sonila Bejtja, përfundon këtë vit. Kushtetuesja u vendos në lëvizje nga presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili në fillimin e këtij viti u kërkoi gjyqtarëve të shpreheshin me vetëndim për mandatin e Sonila Bejtjas dhe të sqaronin situatën e mandateve për të gjithë trupën e kushtetueses. Trupa vendosi se për shkak të parimit të ripërtëritjes së kësaj gjykate, mandati i Holta Zaçajt, Sonila Bejtjas dhe Elsa Toskës, e cila ka dhënë ndërheqjen një vit më parë, përfundon këtë vit. Sonila Bejtja është një prej 2 antareve të kësaj gjykate, e cila është emëruar në këtë detyrë nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Ajo është ndër të paktat gjyqtare që ka votuar pro kërkesave të opozitës në kushtetuese, ndaj për këtë arsye Partia Demokratike ka artikuluar akuza të forta për këtë proces. Një prej arsyeve që Partia Demokratike ka vendosur në kërkesën për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj është pikërisht kërkesa e tij drejtuar gjykatës kushtetuese për mandatin e Sonila Bejtjas. Profesuar nga avokat
Vrasësi italianit Edoardo Sarki është dorëzuar në polici. Kamber Sulqa ishte në arrati që prej 27 shtatorit, kur pas një konflikti banal për dritat e makinës, qëlloi për vdekje me një armë gjahu biznesmenin. Pas disa ditësh në arrati është vedorzuar në policinë e Gjirokastrës Kamber Sulçaj, autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki. Ai është vedorzuar pas negociatave përmes avokatit të tij dhe policisë. Ngjarja rënd ku mbeti fillimisht i plagosur rënd biznesmeni italian, por me pas ndërroi jetë ndodhi me 27 shtator në afërsitë të Salarisë të Pelenës, ku Sarki kishte shkuar në banesën e mikut të tij Qeren Braçit dhe djemve të tij për gjah. Kujtojmë se ditën që ndodhi ngjarja rënd, autori tashmë i arrestuar Kamber Sulçaj po udhëtonte me makinën e tij drejt stanit që kishte në pronësi, jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhi gazment Braçi së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura, mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes verbale, gazment Braçi është nisur drejt banesës së tij në Salari, por Sulçaj dyshohet se e ka ndjekur nga pas. Makina Braçit është prishur dhe i ka telefonuar të atin në Qeren Braçin që të shkonte ta ndihmonte. Ky i fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, ku në një prej mjeteve ndodhej dhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre shqetësuar me armë zjarri. Një prej plumbave ka goditur italianin, i cili më vonë ka humbur jetën si pasojë e gjakderdhjes së madhe. Sulçaj ka vijuar të qellojë për disa minuta, duke mos lejuar që personat të largoheshin, ndërsa më pas fshehu makinën në një zonë të pyllëzuar. Policia mori në pyetje edhe 2 dëshmitar, të cilët në atë moment po kalonin me motor. Ato pohuan se kishin dëgjuar konfliktin dhe të shtënat me armë, por nuk arritën të dallonin personat për shkak të errësirës. Sipas ekspertëve, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska dhe me dylbinate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij, armë të cilën e ka dorëzuar këtë të njëjtë në polici. Një vajzë nga Tajlanda është shpallur më e bukura e globit në spektaklin e bukurisë të transmetuar në Vision Plus. Juria ndau edhe çmimet e tjera, ndërsa gjatë mbrëmjes nuk munguan surprizat nga pjesëmarrja e ansamblit të këngëve dhe valleve. Tajlandezja Çayathanu Saradata u kurorëzua The Miss Globe 2025. Një spektakël magjik i cili u zhvillua drejt për së drejti mbrëmjen e së mërkurës në Tiranë dhe u transmetua përmes ekranit të televizionit kombëtar Vision Plus. Më të bukurës së globit ju dorëzua kurora që do të mbajë përgjatë gjithë vitit nga ishmisi kolumbian Diana Moreno. Mes vajzave pjesëmarrëse, shoqëruesja e parë e Miss Globe u shpall e bukura Valentina Gegprifti nga Shqipëria, e ndjekur nga shoqëruesja e dytë, çmim ky që shkoi për Missi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi i tretë për bukuroshe nga Belgjika. Spektakli më prestigjioz i bukurisë, veç sfilatave të mbajtura nga vajzat pjesëmarrëse, dhuroi plot emocione dhe surpriza. E tillë ishte edhe hapja e këtij edicioni nga ansambli popullor i këngëve dhe valleve, i cili më pas i la radhën sfilatës së parë, ku konkurrentët nga e gjithë bota parakaluan me veshje tradicionale shqiptare në ngjyrat kuqezi. Publiku gjithashtu gjatë mbrëmjes u njoh edhe me rrugëtimin e vajzave nga veriu në jug të vendit, përgjatë gjithë qëndrimit të tyre në vendin tonë. Një traditë e këtij eventi madhështor, i cili prej 22 vitesh promovon në mënyrë të padiskutueshme vlerat historike, kulturore dhe turistike të Shqipërisë. Juria përzgjedhëse e këtij edicioni ishte përbërë nga emra të njohur të modelingut, artit dhe gazetarisë, ndërsa moderimi u bë nga 2 mbajtëse kurorash të mëparshme, Drita Ziri, Miss Globe 2022, përfaqësuese e Shqipërisë, dhe Maurin Montagne, fituese e Miss Globe 2021 në Tiranë. Pas përfundimit të finales madhështore të The Miss Globe 2025, në Pallatin e Kongreseve, u zhvilluan edhe festimet për 30 vjetorin e Deli Art Association, organizata që ka sjellë ndër vite këtë spektakël në Shqipëri dhe botë. Mbrëmja u kthye në një homazh për 3 dekada pune artistike, duke bashkuar ish fitueset, organizatorët dhe personalitetet e kulturës në një fest plot emocione, muzikë dhe kujtime suksesi. Nata e kurorëzimit të Miss Globe 2025 u transmetua drejt për drejt për një audiencë globale përmes platformës së YouTube dhe ekranit të Vision Plus.
Në këtë event morën pjesë 56 vajza nga i gjithë bota, të cilat kanë kaluar përzgjedhje paraprake dhe konkurse të shumta gjatë këtyre 15 ditëve të Miss Globe në Shqipëri. Congratulations on winning such. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.